Fillimisht faleminderit për ftesën tuaj që me përcjell këtë paraqitje mediatike të grupit asamblezëve të lëvizjesve të vendosur në Kuvendin Komunal Prishtinës. Ashtu siç e kemi bërë paralajmërimin në faqen tonë zyrtare në rrjetet sociale, sot pranë hetuesisë kemi dorëzuar disa materiale të cilat i kemi marrë nga një sinjalizues anonim që prezantohet që është punëtor i komunës. Materialet kanë të bëjnë me çështjen tashmë të përfolur të skandalit të legalizimeve të palegjshme që kanë ndodhur në komunën e Prishtinës. Konkretisht tashmë tregohet qartë, përmenden emrat të bizneseve, emrat të zyrtarëve dhe shkeljet ligjore që kanë ndodhur gjatë këtij procesit legalizimit. Siç e dini, legalizimi është i rregulluar me ligjin në Kosovë, ndërkohë që objektet të cilat janë të legalizuara kanë deficite të ndryshme ligjore, duke filluar nga ato që një pjesë e tyre janë edhe në pronë publike. Pastaj kemi raste të tjera ku objektet janë ndërtuar pas vitit 2018, kur ka hyrë në fuqi ligji për trajtimin e ndërtimeve të pa leje. Për këtë arsye ne kemi vlerësuar shumë të rëndësishme që lëndet si parashtresë ti bashkangjisim hetuesve të cilët tashmë janë duke hetuar rastin që ka ndodhur nga kallëzimi penal, të cilin ne kemi bërë me datën 30 korrik. Megjithatë, ky email për pas çështjes së legalizimeve përmban edhe një varg pretendimesh të tjera, të cilat sipas sinjalizuesit gjithmonë kanë ndodhur në komunën e Prishtinës e që kanë të bëjnë me shkelje të ndryshme ligjore, duke filluar nga transferet të shumave të mëdha që kanë ndodhur nga Kosova në Britani, në Angli, e për cilat, sipas pretenduesit, autoritetet britanike tashmë i kanë filluar hetimet, e njëjta gjë thuhet edhe për prokurorinë e shtetit Kosovës. Këtë ju mbetet juve që ta vërtetoni. Pas përfundimit të prononcimit ju do të keni edhe materialin, emailin të cilin ne e kemi pranuar. Duhet potencuar një gjë, me 30 korrik ne kemi bërë kallëzimin penal. Me datë 3 gusht kemi bërë kërkesë për qasjen dokumente publike për dosjet e legalizimit. Në të njëjtën ditë, për parim Roma, këto dosje i ka marrë nga arkiva e legalizimit, nga departamenti i legalizimeve, i ka marrë në zyrën e vet. Kjo lehtë vërtetohet duke kërkuar nga punëtorët të cilët i kanë dorëzuar te përparim Roma. Kjo gjë flitet edhe në emailin të cilin e kemi pranuar. Ndërkohë që me datën 5, 2 ditë pasi që i ka marrë këto dosje, Zoti Roma në objektet e departamentit legalizimit ka mbajtur një mbledhje të mbyllur, ku ka qenë i pranishëm shefi i tij i kabinetit, Florent Maliqi, ka qenë i pranishme zyrtarja e cila i ka trajtuar këto lëndë të cilat janë problematike. Pra, mos harrojmë, e njëjta zyrtare i ka trajtuar të 4 lëndet të cilat dyshohet se janë të jashtëligjshme, ndërkohë që siç e kemi thënë, aty janë mbi 20 punëtorë që mund ta bëjnë këtë punë. Të gjitha këto përmenden në emailin në materialet të cilat i kemi pranuar dhe mos të harrojmë ta potencojmë që ne akoma nuk e kemi parë dosjet, ne kemi marrë vetëm certifikatat e legalizimit, akoma jemi në pritje të një përgjigje nga Agjencioni për Privatësi, sepse Komuna e Prishtinës ka refuzuar që t'na jap këto dosje. Duhet thënë se kjo afera e legalizimeve nuk duhet të parë ndarë nga mendësia qeverisë që ka instaluar përparim Roma në kryeqytet. Ne e mbajmë mend shumë mirë projektin arkitekti i kryeqytetit me vlerë 12 milion, për cilin prokuroria speciale ka thënë që është duke u hetuar. Kanë kaluar 2 vite, ne akoma nuk e dimë se ku ka përfunduar ky rast. Ne nuk mund ta ndajmë skandalin e legalizimeve nga raporti i auditimit i zyrës kombëtare të auditorit për vitin 2025, ku përmenden keqpërdorime milionësh të buxhetit. Ne nuk mund ta ndajmë nuk mund ta ndajmë skandalin e legalizimeve as nga rasti i fundit me ndërmarrjen publike banesore, ku siç e dini 32 milion euro është saktuar gjoba që duhet ta paguajë kjo ndërmarrje disa operatorëve ekonomik privat, ndërkohë që ne kemi parë përparim Romën i cili bën çdo ditë nga 2-3 statusin në rrjetet sociale, po akoma nuk e ka thënë një fjalë të vetme për këtë çështje, për rastin e NPB-s. Ne po i afrohemi datës kur punëtorëve duhet të dalin pagat, e siç e dim, llogaritë e ndërmarrjes publike banesore tashmë janë të bllokuara. Gjitha këto na bëjnë me dije se tashmë nuk mund të flasim vetëm për keq menaxhim, sepse keq menaxhimi është paaftësi e qeverisjes. Po kur keq menaxhimit i shtohen edhe dëmet financiare, atëherë lirisht mund të themi se po bëhet plashkitje.
Pra Prishtina po plaçkitet. Po plaçkitet e sotshme e Prishtinës, duke i marrë mjete financiare, duke marrë parë nga buqeti dhe po plaçkitet edhe ardhmja e qytetarëve për shkak të kushteve dhe cilësisë së jetës të cilën jemi duke zhvilluar. Ne kemi parë se në çfarë gjendje është pastrimi, ne kemi parë grumbujt mbeturinave në çdo çosh, Prishtina është bërë pajetueshme dhe për gjitha këto adresa është përparim Roma dhe qeverisja e tij. Këtë ditë, dje dhe sot, kemi parë reagimet e zotit Roma në rrjetet sociale, reagime ad hoc të cilat e kanë vetëm një qëllim, largimin e vëmendjes nga skandali i legalizimeve. Përparim Roma është në siklet, ai tashmë po e din që rrethi është ngushtuar dhe se duhet dhënë përgjegjësi për secilin veprim të tij. Ne si Asamblesë Lëvizjes Vetëvendosje po e kryjmë punën tonë, i kemi pranuar këto materiale të cilat po i dorëzojmë. Materialet duhet potencuar se përmenden edhe zyrtar policor, të cilët i ndihmojnë zotit Roma në realizimin e qëllimeve të tij. Ne nuk po drejtojmë gishtin e fajësisë, ne po kërkojmë hetim për këto raste. Prandaj, si asamblesë, përpos të hetuesia, tashmë këto materiale do t'i dërgojmë edhe në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, sepse thellësia e skandaleve, e keqpërdorimeve, abuzimit që po ndodh në komunën e Prishtinës është e paparë ndonjëherë dhe ka arritur nivele maksimale.